Në vazhdën e turit të takimeve me qytetarët për të prezantuar programin elektoral të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kandidati për deputet kryesuesi i listës Agron Qela zhvilloi takimin e radhës me banorë të fshatit Boriqi Mall në Vrak, rreth Malësie Malle. Ai shoqërohej nga kandidati i kësaj zone Ridvan Hebaj, Edi Smajlaj dhe kryetari i LSI në Malësi të Mallës Ytkin Drecaj. Banorët mirëpritën kandidatët e LSI, ndërsa ndanë me to problematika që shqetësojnë komunitetin e kësaj zone. Prioriteti i LSI-s për këtë zonë do të jetë mbështetja në bujqësi, veçanërisht për kultivuesit e duhanit. Kandidati Qela theksoi se garanci për mbajtjen e premtimeve është fakti se Lëvizja Socialiste për Integrim do të ketë 40% të kabinetit të qeverisë. Numri 26 për ne tre që jemi këtu, edhe për gjithë ju, është një numër i cili do bëjnë një progres të jashtëzakonshëm. Do ketë, siç po flitet edhe këto ditë, edhe siç kemi edhe marrëveshjet ne me gjithë të majtën, Lëvizja Socialiste për Integrim ka 40% të administrimit të gjithë Shqipërisë. Do jetë një 40% i jashtëzakonshëm për gjithë ne, për gjithë ju, për gjithë këto fëmijë, për gjithë këto prind, për gjithë ju që jeni zotni në Rum, me gjithë njerëz që keni në shtëpi. Do bëjmë maksimumin të mbështesim punët e tuaja në hallet e tuaja, do jemi gjithmonë afër jush, do jemi gjithmonë pranë jush, do mendojmë sinqerisht për ju. Kampinjen së dhe me 23 qershor, masivisht Boriqi Mall do ta mbështesë Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke votuar numrin 26, e cila prekon edhe me numrin e LSI-s që ka edhe forcën politike. Unë kam derën e veçantë jodhem si bashkëtarë juaj, po edhe si drejtuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Malësinë e Madhe, t'ju bëj thirrje ju dhe nëpërmjet jush të gjithë banorëve të komunës Grumir, të gjithë banorëve të Malësisë së Madhe, që ta votojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim, sepse kjo forcë politike ka dhënë, jep dhe do t'japin gjithmonë premisa për një të ardhme më të mirë për ne, për familjet tona dhe më tepër për fëmijët tonë. Unë gjithmonë kam pasur mbështetjen tuaj. Kam edhe në 2005, po të thush, unë kam pasur një rezultat, po të thush 90% këtu në fshatin tim, edhe kjo një vlerësim që mund keni bë. Pranaj kërkoj që edhe me datën 23 qershor më vlerësoni dhe ju falenderoj shumë për gjithçka. Nuk munguan as pyetjet e banorëve, ku kërkesë kryesore ishte sporti dhe mbështetja e sektorit të bujqësisë, si një nga pikat kryesore që kjo zonë siguron të ardhurat. Sa t'i vjet deku mund të arrijmë vllaznia. Garantoj që vllaznia do jetë në tashi të them kampion, atë e dëm zemra jeme, po do ta dojnë edhe mundi e djersa jeme me bë kampion. Kampion të dalim. I kërkoj zotit Agron, që është në kryet listë, se me fitoren që do ketë me 23 qershor, mos na bojnë si kanë bërë kur kandidat të tjerë që kanë ardhur me marr votat, edhe s'kan pa më për 12 muaj. Të paktën një herë ose dy herë në vit, të vinë mu taku me popullin, me çojt hallet popullit. Të pas familjen në Shkodër, edhe biznesin në Shkodër, unë do administroj gjithë punët e mia në Shkodër. Do jem primend pjesë e Parlamentit Shqiptar, por do jem pjesë e këtij komunitet, e këtij qark. Inshallah gjithmonë siç e kena shprehë ne, jena për të mira, por unë do jem për çdo hall që do kena, për çdo problem që do kena. Në programin e saj Lëvizja Socialiste për Integrim ka detajuar pikat kryesore që japin një zhvillim të ri ekonomisë shqiptare, duke synuar rritjen e punësimit, mbështetjen për sektorin e bujqësisë, turizmit, energjetikës, industrisë e tjerë. Tashmë për shqiptarët kanë mbetur edhe 9 ditë nga momenti kur me votën e tyre do të vendosin për të ardhmen e vendit.